prapë me linjën e argumentimit bashkë, jo që nuk pajtohem në disa për elementeve, por unë e shoh ndryshe. Pse e shoh ndryshe? Lëvizja vetëvendosje, po t'i marrin figurat kryesore, akoma frigohen, saktësisht frigohen, të flasin keq për Vjosa Osmanin. Frigohen. Frigohen. Pra, figurat kryesore, po plas, kuptimin të kryetarit partisë, nën kryetarëve, kryetarës grupit parlamentar dhe të tjerë. Edhe kur e bëjnë me një moderim. Ç'a bojnë ata? Ata hedhin gurin po mshefin dorën. Pse? Sepse ata e angazhojnë krejt ushtrin e propagandës për të hedhë baltën me kriju huti, por njëkohësisht me rujt atë pjesën e njerëzve të arsyeshëm që s'na hedhin dot, siç s'ta hedhin as ty, as mua, as gazetarëve, as shoqërisë në përgjithësi, që është më aktive dhe e njeh politikën pak më afër dhe më mirë, idenë që brenda natë ajo u bë e keqja, u bë talltarja, u bë kështu. Dhe ata janë të kujdesshëm. Bile, ndërkohë që gjatë krejt kaosit prallës publike, që ata e servonin qytetarëve që ne dëshirojmë ta bëjmë Vjosa Osmanin presidente, por nuk kemi votat. Dhe dalke kemi 90 vota. Dhe dalke vetë kandidat nën kryetari i partisë, kandidat për president. Zoti Konjufsa me paturpsinë më të madhe, pak para se mu majtë seancat, që ishte nominu si kandidat për president, dhe thoshte, po të vi Vjosa Osmani, kandidat për presidente, unë ja jap votën. A kupton, domethënë, a kupton çfarë, pas sinqeriteti ekstrem, çfarë manipulimi me opinionin publik në mënyrën me një koreografi mirë të organizuar, që ne gjasme s'kemi asnjë gjë kundër Vjosa Osmanit. Dëshirojnë ta eliminonin politikisht, por ta marrin imazhin e sajna dhe autoritetin e sajna politik. Pra ata e dëshironin komplet jashtë skenës politike, por të gjithë bagazhin e saj dhe kapitalin politik të ndërtuar ndër vite, ta mbanin ata. Ta mbanin ata, edhe elektoratin e saj. Dhe pranaj po vazhdojnë këtë lojë, sado që ju ka shpërfaq gjanem, për njerëz të arsyeshëm. Por tani kjo lufta e propagandës e bët veten. Njëon hedhe ushtrin, armatën digjitale sidomos, në sulm kundër Vjosa Osmanit, po vetë gjasme të moderum. Mu për shkak të kësaj frikës që s'na hedhin dot hisyve, për të thonë që brenda natës u bë ajo e keqja. Ndërkohë që ne kishim qeverin totale izoluar në arenën ndërkombëtare, total pasive në asnjë projekt për brenda, që është morë veçe me çështjen veri dhe ngrit kauzat mëdha kombëtare për të fshehë dështimet e tyre menaxheriale dhe qeverisë, totale izoluar si qeveri, dhe kishim veçëm Vjosa Osmanin si presidente që ishte aktive ndërkombëtarisht, çau moratoriumin që ishte e njohjeve që ne nuk kishim asnjë mundësi për të siguruar njohjen në arenën ndërkombëtare, ishim të izoluar nga Bashkimi Evropian komplet nën sanksione, dhe përkundër tyne, ju e dini që as zyrtarët e Bashkimit Evropian në Prishtinë, në zyrën e Prishtinës, s'kan pas të drejtë për 2 vite me taku zyrtarët e institucioneve të Kosovës. S'kan pas. Unë e takoja kolegë, morë me projektet Bashkimit Evropian në vazhdimsi, tash 20 vite. Kom punu takoja kolegë zyrës së BE-s që thonin që ne nuk kemi punë. Nuk dalim dot me taku asnjë zyrtar qeveritar. Por e gjithë kjo ka trahur në vend që do me thonë ta merrnin përgjegjësinë për çka kishin bë, tani po mundohen ta hedhin komplet fajin përmes propagandës, se vetë se bojnë dot, se një njeri arsyeshëm nuk e thot dot këtë, të hedhin Vjosa Osmanit. Dhe prandaj unë kam përshtypjen që nuk ju funksionon kjo, nuk ju funksionon. Dhe prandaj kanë ngel vetëm me armatën e baltosjes, përçarjes, sulmeve, por duke rujt nivelin vetë, gjatë bile s'kan dëshirë as emnin me ja përmend. Por Vjosa Osmani ka një kapital politik, bagazh politik, që shko përtej labirinteve të konspiracioneve të vetëvendosjes, se po i dekonspirojmë ne, që s'kemi qenë pare aty. Ju keni qenë për një kohë dhe mund ta dini më mirë. Po kjo po shihet edhe nga distanca tani. Jo më ajo që i din mirë ato metoda nga bashkëpunimi që mund të ketë pas në të kaluarën. Kështu që nuk ju funksionon dot e para. E dyta, ka inflacion të propagandës, siç ka inflacion të çmimeve. Ka inflacion. Pra nëse në 2021 është përdor përçarja dhe propaganda dhe nuk ka qenë kaq e njohur tek ne në atë kohë, tani mo është
mëse e njohur, sepse po shkon, çdo kush po bje pre propagandës. Çdo kush, biznesi, shoqëria civile, gazetaria, politika, showbizi, të gjitha sektoret janë pre e sulmeve të propagandës dhe përjetojnë. Dhe tani rrjedhimisht nuk mund të ketë efekt, prandaj janë panik. Zoti Hasan Papaj. Dhe unë këtë e shoh tani që një momentum që përkundër kësaj propagande, përkundër këtyre sulmeve, do me thonë, megjithatë e vërteta do të mbizotrojë. Pse? Sepse ka një barometër, një masë e përgjithshme shoqërore, e cila megjithatë e ka sensin që nuk e blen dot aq lehtë prallën që ne dëshëm ta bëjmë presidente Vjosa Osmanin, por nuk mundem. Dhe tani pas kësaj historie, sa po shpallën zgjedhjet, dëshirojnë ta shpallin tradhtare. Wow, do me thonë, a nuk deshet, a nuk mundet, apo nuk duhet më bëjë ajo presidente. Janë 3 versione, dhe unë nuk e kuptoj akoma dhe prandaj sa ta nuk kanë mundësi ta zbërthejnë as politikisht. Do të këtë mesazh se në cilin tabor ata dëshirojnë ta vendosin strategjinë e tyre politike. A nuk ish dasht me përkrah Vjosa Osmanin? A nuk kanë mujt me përkrah Vjosa Osmanin? Apo janë pengue prej të tjerëve? Dhe kjo kanë ngel kjo prrall në tentative sipër, që nuk shitet dot. Dhe shpëtimin e kanë vetëm tek propaganda që unë jam absolutisht i bindur, që jo vetëm se s'kam ju funksionue, po ka me ju backfire, ka me ju kthye revansh ndaj tyre.